tjetër thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaka, çdo muslimanit i takon që gjatë ditës të jep sadaka. Fa illam yajid faly'amal bi yadihi. Nëse nuk ka mundësi financiare për dhënë sadaka, atëherë le të veprojë vepra në dobitët e tjerëve me punën e tij, pra me dorën e tij. Fa yanfa'u nafsuhu wa yatasaddaq. Le të punoj, pra le të bëj dobi vetvetes dhe le të jep sadaka me këtë. Fa illam yastati fa yu'inu dhal haja. Nëse nuk ka mundësi edhe këtë ta veproj, pra edhe pse punon nuk ka mundësi, i ka punë të rëndë, atëherë le të ndihmoj atij që ka nevojë. Le të ndihmoj atij që ka nevojë. Fa illam yaf'al fa ya'mur bil khair. Nëse nuk ka mundësi, atëherë le të urdhroj në të mirë. Nëse edhe këtë nuk ka mundësi që ta veproj, atëherë le të urdhroj në të mirë, sepse edhe kjo i konsiderohet si sadaka. Fa illam yaf'al fa yumsik an ash-sharr fa innahu lahu sadaqa. E nëse nuk ka mundësi, thot, atëherë le ta ndal sherrin e tij për njerëzve. Mos ju bëj dëm njerëzve, sepse edhe kjo për të konsiderohet sikur të kishte dhënë sadaka. Pra, dyert e sadakas janë të hapura për muslimanin. E para prej tyre është që direkt të ndihmoj. Nëse s'ka mundësi, atëherë me veprat e tij, me trupin e tij. Nëse s'ka mundësi, atëherë duke urdhruar për të mirë, duke thënë fjalë të mira. Nëse edhe këtë s'ka mundësi, atëherë duke ndal sherrin e tij prej njerëzve, në mënyrë që mos të bëhet faktor negativ në shoqëri, e nëse këtë e bën me sinqeritet dhe për hir të Allahut subhanahu wa taala, edhe kjo i shkruhet sadaka.